Ngrysen e gdhien çdo ditë me shpresën se do të gjejë një punë për të mbajtur gjallë frymën e 3 fëmijëve të mitur. Skamja e varfëri deri në Kock. Kjo është ajo që mbizotron familjen Lako, e cila jeton në qendër të Korçës. Familja Lako, e cila përbohet nga 5 antar, 3 prej të cilëve fëmijë të mitur, ka gati 10 vjet që ndet rrugëve pa pasur një stretë të qëndrueshme. Kjo për faktin se mundësitë financiare kanë qenë pothuajse zero. Gjithmonë në kërkim të një pune, ky çift me shpresa pothuajse të këputura në mes, aktualisht jeton në një shtëpi e cila u është vënë në dispozicion për pak kohë nga një i afërm i tyre, kurse nga ana tjetër, ata nuk trajtohen nga shteti me asnjë lloj ndihme financiare. Unë 5 vjet kam jetuar në Durrës, 2 vjet në Shijak, 1 vit pastaj nga Shijaku në Barç dhe 1 vit në Ballkani në Kasalle. Kam jetuar mes urave të zeza, mes mushkonjave, mes plerave, mes gjarpërive që s'kisha as drita dhe as ujë. Flenim për dhe veti pesti. Me edhimshme bëhet situata kur nëna me lot në sy trishtohet që nuk ka mundësi të blerë lodrat për fëmijët e saj me rastin e një qershorit. Asnjë vit nuk e kam plotësuar dëshirën e fëmijëve, si kam bler dot një banane, apo një amita, apo një gjë tjetër apo një akullore, një gjë tjetër nuk e kam mundur që t'ja plotësoj dëshirën asnjëherë. Këta fëmijë janë rritur si mos në dorë të tjerëve. Arjani, kryefamiljari, çdo ditë del në kërkim të një pune me profesionin e tij si hidraulik, por kthehet bosh në shtëpi, kurse kërkesës për ndihmë financiare nuk i është përgjigjur asnjë institucion. Më del punë zezë, jam me të lyera me këto, as hidraulike, as një gjë, shikoj të shokët tim janë në punë, kanë qëndruar aty ku janë, tu i sjellësit vetë merrem me këto të lyrat, kur më del puna. Shikoj gjithë fëmijët e botës që nxjerrin nenat e baballarë, që nxjerrin nga parku, jo ande, jo këtej për këndet e lojnave, jo i shpjen për kopshe, kurse fëmijët tim vetëm me vuajtje. Me shpirt të vrarë të lodhur nga fati, familja Lako çdo ditë shton listën e borxheve nëpër dyqane apo tek të afërmit, duke siguruar bukën e gojës së fëmijëve, ndërsa nga ana tjetër bëjnë apel për punë në mënyrë që jeta e tyre të ndryshojë.